Po qa bëhet shumë se e keni mërzit atë Eduard Grishan që është regjizori i Fermës, i cili ka bërë dhe një reagim për Malin me lajme që është hedhur për të, që ka kushërir Fabiolën dhe po e mbron, edhe pse kjo fundit e ofendoi grua në mes të emisionit. E gjitha këto, Eduardi ka dhe një përgjigje të gjatë në Instagram. Ai fillimisht ka thënë që nuk e ka kushërir, shumë mirë, s'ka ndonjë gjë të keqe edhe siku ta ketë, dhe thot po, Fabiolën e kam propozuar unë, sepse kam vlerësuar energjinë dhe potencialin e saj si vajzë të re që vjen nga malësia e madhe. Pra këtu kemi një lloj nepotizmi krahinor. Nuk jam penduar, thot, për këtë zgjedhje, unë do vazhdoj të mbështes të rinj nga veriu dhe nga çdo krahin tjetër Shqipërisë, sa herë të kem mundësi siç e kam bërë më parë në Big Brother dhe tani te Ferma dhe me projektet e mia personale, si filmat e programet të tjerë. E duke u rikthyer te rasti Fabiolës, se këtu është tani e gjitha ajo kleçka edhe gjithë, le të themi, dyshimet edhe një lloj qasje e publikut që mund ta ketë parë si një lloj skenari që mund të jetë bërë për të rritur vëmendjen, për të rritur shikueshmërinë, për të pasur debatin që është bërë kudo, në çdo emision, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Kosovë është komentuar shumë fjala kuçk që Fabiola i tha Arbanës, por edhe e gjithë natyra e Fermës. E duke u rikthyer te rasti Fabiolës, njerëzit mund të gabojnë, sidomos në presion emocional dhe në transmetim live. Nga njerëzore moment, nga një gabim nuk mund të gjykohet, thot, e gjithë jeta e një vajze 23 vjeçare, familja apo vendi nga po vjen. Sa i përket reagimit të prezantueses në studio, Arbana ajo është njerëzore me çdo njeri në çdo situatë dhe mendoj që si reagim ka ndryshuar qasjen e prezantimit dhe të gazetarisë në vendin tonë dhe kjo duhet të shërbejë si shkollë edhe brezave të rinj që duan ta vazhdojnë këtë zanat. Tani duke mbetur tek trajta e parë që Eduardi thotë që ky është një reagim që ai ka bërë për herë të parë, edhe kur ka marrë pjesë në Big Brother nuk ka reaguar fare për këto situata, por që nuk mban më ujë pilafi, se aq shumë është aluduar, aq shumë është folur sikur është kushërira e tij dhe po e mbron me gjithë këto gabime që po bën si ndaj fermerëve, po edhe ndaj produksionit, por që edhe futi pjesë të Fermës, pjesë të lojës Arbana. Nuk më pëlqen tek një pikë që Eduardi kërkon t'i japë një lloj justifikimi gabimeve. Sigurisht që ne jemi pro të rinjve që kanë ëndra, që guxojnë, që janë vetvetja, që kanë atë dellin për të vazhduar, që kanë atë egon, që kanë atë kapriçon, por jo të fyet në masën që ajo ka bërë, jo të stiset në formën që Fabiola ka bërë me qasjen e saj, kam thënë dhe herë të tjera, gangsterliku, me një lloj propotente, edhe dje po ngacmonte Mozën duke i thënë, po pse çosh, tha, ku jam unë këtu, tha, se unë kam qejf të flas me ty. E Moza ja futi me kunj të lezetshëm, si gjithmonë ja kthen përgjigjen, tha, duhet lësh takim flasësh me mua. Pra sa i përket këtij qëndrimi të Eduardit, nuk më duket me vend që ai të justifikoj veprimet e një banori aty, se do të bjerë në kundërshtim atë që thot, që nuk e kam kushërirë, ndërkohë që i del në mbrojtje për të justifikuar apo për t'i dhënë një tjetër qasje apo për t'i dhënë një tjetër mendim publikut. Sidoqoftë publiku e ka dhënë mendimin e tij, mjeti matës janë të gjithë reagimet në rrjetet sociale që janë kundër qasjes që Fabiola për edhe Gresa po bën, edhe kjo e fundit sot sërish fyen publikun, por duke mbetur tek Eduard Grisha dhe Arbana Osmani që sot kanë ditëlindjen dhe urojmë 100 të mirat me shëndet edhe çdo bekim i Zotit qoftë mbi ta, por kjo ndërhyrje e Edit është me dy thika, edhe për të mbrojtur punën e tij, për të mbrojtur Fermën, por edhe për të mbrojtur Fabiolën, e cila është në një pikpyetje të madhe se si do të jetë rrugtimi i saj deri të premten, a do ta heqin apo do ta mbajnë, se unë e thash me vot publiku ajo eliminohet. Tani është në dorën e produksionit, i cili është me dyshje me këtë reagim të Edit, pra për t'ia falur gabimet një vajze të re, për t'i dhënë një shans të dytë, siç janë dhënë dhe në Big Brother. Kjo mbetet për tu parë, por që të marri goxha një derë ofendimi të madh siç ka marrë Arbana, dhe pse Edi le të themi e paraqiti si një klasë dhe si një ndërgjegje shumë të rafinuar atë veprim që Arbana bëri, pra duke mos u kthyer, për duke mbajtur ekuilibrat dhe duke e kuptuar, siç kam thënë, gjendjen e
Fabiolos, por sidoqoftë, kjo është qasja që unë e kam parë qëndrimin e Eduardit. Tani duke mbetur tek banorët, do ndaj mendimet e mia për disa situata brenda shtëpisë mbrëm, ato kishin një pyetësor ku duhet të thoni të vërtetën ose duhet të pini nga një gotë alkool. I kam darë me pika pasi ato që kam parë më kryesore doja që t'i jipja dhe të mos i harroja. Gresa nuk pranoi të tregoj veçori të keqe të Mozës dhe Sarës, dhe kjo besoj që është një ulje pike se ti je aty për lojë, duhet të luash, duhet të flasësh, duhet të jesh transparente me publikun dhe të mos japësh një veçori të keqe çfarë ka personi përballë që pas kurrizis së Mozës Gresa çfarë nuk thot. E ndërkohë në sy të Mozës asgjë, iku kjo pjesë. Një pjesë shumë e diskutuar që ferma as nuk e mori iniciativën për ta diskutuar, sidomos Sara dhe Gresa që ishin aty në këtë sfidën që kishin brëm, ishte që Moza Meti tha Ismail Kadaren. Sigurisht që as Sara as Gresa nuk reaguan fare, një lloj inekzistence e frikshme që mund të bëni një lloj debati, një lloj diskutimi pse mendon ti që Ismail Kadare është i biblersuar edhe pse tani ai nuk jeton më, është në botën tjetër, por sidoqoftë është një qasje që kërkon nga ana Mozës shumë guxim se të flasësh për një figurë si Ismail Kadare që është përkthyer në 10 gjuhë të botës, që kanë qenë pretendent për çmimin Nobel në letërsi, një nga shkrimtarët që ka çuar Shqipërinë në bibliotekat botërore. Sigurisht që nuk është një figurë e lehtë, është një figurë legjendare, edhe të flasësh kaq hapur, kaq shtroç siç e bën Moza, pa le të themi u mbërthyer nga miti apo nga personazhi që duartorkitet nga të gjithë, sigurisht që tregon atë që Moza është në realitet, një shpirt i lirë, një shpirt që e thot të vërtetën, një shpirt që nuk shkon pas turmës, prandaj po pëlqet kaq shumë masivisht Moza, dhe pse brenda shtëpisë edhe gjova edhe Soni duke thënë që Moza nuk e meriton të shkojë në finalen, si ka energji negative. Ta din Soni edhe të gjithë fermerët se çfarë energjie pozitive përcjell Moza, që e ka glaburuar shqiptarët, rrjetet, çdo gjë që ka të bëjë me të, jo vetëm për faktin që është shkrimtar, jo vetëm për faktin që është e çiltër në atë që thotë, por ka një energji pozitive, nuk bën viktimën, nuk e ka tendencën për të nxjerrë një lloj mlefi, nuk e ka nxjerrë kurrë. Edhe besoj që kjo pjesa me Ismail Kadaren sigurisht që po i shikoj që më merr një vëmendje në portale, po diskutohet, po analizohet, po bëhen shkrime, edhe po le të themi po konceptohet një lloj Moze rebele që i thot gjëra trosh. Sigurisht që figura e Ismail Kadares edhe është kontestuar, edhe është folur për kontributet që i ka dhënë edhe gjatë kohës së diktaturës, por edhe tani në kohën e demokracisë sigurisht që mbetet një nga figurat më të larta, një nga figurat më të vlerësuara dhe një nder kombi që Shqipëria e ka, por që Moza e tha që është një figurë e mbi vlerësuar sa i përket letërsisë. Një pjesë tjetër që nuk më pëlqen është që nuk tregon transparent apo kanë frikë të flasin të vërtetën. Moza nuk piu asnjë gotë, tregoi gjithmonë të vërtetën. Sara piu gotë kur u pyet me kë vip ke bërë një lloj flirti. Nga ana tjetër Moza tregoi edhe një histori që nuk i kisha dëgjuar më parë, një histori rrëmbimi 4 orë të viteve 90 nga një personazh i cili nuk jeton më, por që ka qenë i lidhur në vitet e errta të Shqipërisë, në ato vitet e para të demokracisë. Franc Konomi, sipas Mozës, kishte një lloj tentative për ta rrëmbyer, për ta çuar në Greqi, por kjo e fundit shpëtoi duke ja mbathur. Pra, Moza ku tregon historinë nuk i jep përgjigje vetëm një pyetje në mënyrë klishe edhe hajtë të kaloj shablon. Ajo ndan historitë e saj, ndan nga jeta e saj, jep mendime kritike, jep mendime letrare, jep filozofi, pra jep të gjitha, dhe kjo pjesa e rrëmbimi sigurisht që është një pjesë që do të marrë një vëmendje tjetër. Nga ana tjetër kishte edhe shumë pyetje që klishe, por një pjesë që më pëlqeu te Sara që dha një mesazh është që tha kam luftuar për shumë kohë, tha, me depresionin për të bërë dikush që nuk jam, kam shpenzuar në veshje maramëndse me çmime të larta, me veshje as që nuk i përdor thjesht për të bërë në një lloj steke apo në një lloj standardi me personazhet e tjerë, figura publike. Dhe kjo është një mesazh që egoja për të arrirë apo për të qenë pjesë e një tavoline ku është luks, jo duhet të dalësh nga vetja, jo që duhet të fusësh vete në siklete ku ti nuk i përballon dot. E sigurisht që kjo është një gjë që ja vlente për të dëgjuar dhe për të marrë si një lloj
këshille nga ana e Sara Karajt. Sigurisht situatat në shtëpi janë të ndryshme, te ferma janë të ndryshme, këto gricje që bën Iliri tani me visin, por edhe një lloj qëndrimi pas bythës së mozës që Ilir Shaqiri po bën 24 orë, sigurisht që ai ka diçka në kokë, ka një plan, kërkon të marrë nga energjia e kësaj groje që e din se sa pëlqet jashtë, e din se sa mbështetet, edhe pse në lojë ka bërë të kundërtën, duke i mbushur mendjen të tjerëve që kjo është monster, kjo është e keqe, kjo nuk ka mëshirë për këtë, kjo nuk ka mëshirë për atë, nuk do t'ja di, por sidoqoftë ferma Avion të mbetet një format që po komentohet, po shihete, sigurisht unë çdo ditë e më shumë do t'jap qëndrimet e mia, edhe pse për disa mund të jenë, le të themi, të ndryshme, por jemi këtu për të dhënë opinionet tona. Do doja të dija dhe mendimin tuaj për gjithë këto situata që po ndodhin në shtëpi, dhe më kryesorja mos harroni që t'i bëni subscribe kanalit tonë Koha Jon në YouTube.